Të dashur miq, partia që drejton Edi Rama është themeluar mbi krimin nga serbët në vitin 1941. Ajo kreu krime monstruoze me shtrimin e luftës çlirimtare në një luftë civile në shumë zona të vendit. Dhe e bëri këtë vetëm e vetëm për pushtetin e saj. Për të mbajtur pushtetin, ajo kreu krimet genocid të vërtet në 45 vite, 46 vite diktaturë ndaj shqiptarëve. Të njëjtën gjë bën Edi Rama sot, narkodiktatori, por natyrisht jo në një diktaturë totalitare, se atë nuk e vendos dot, por me një diktaturë autoritare, në të cilën bazohet në vjedhjen e tmerrshme të shqiptarëve, bazohet në tonelatat e miliardave të eurove nga droga, bazohet në korrupsionin dhe organizatat kriminale. Me këtë, nuk duhet të them se socialistët janë kriminalë, jo, absolutisht. Jo. Po duhet të them se udhëheqja e Partisë Socialiste, ish parti pune, ish parti komuniste, qëndron në pushtet vetëm e bazuar në krimin. Ndaj dhe meriton plotësisht të quhet parti krimi. Përshëndes përzemërsisht të gjithë ata socialistë që këto ditë të vape, po kanë zgjedhur protestën dhe po djegin dokumentin e Partisë së Krimit.